Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV. Jam këtu pranë jush për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Realisht jam i lumtur që do të flasim për më të preferuarit tuaj. Do të flasim për Fermën VIP, për Big Brother dhe Big Brother VIP Kosova, do të thënë Big Brother VIP Albania dhe Big Brother VIP Kosova. Këtë vit përgatitet një kast shumë interesant, do me thënë nga shtatori, të gjithë do t'jemi të mbërthyer për ekrani, të gjithë do ta shijojmë momentin, të gjithë do të gëzojmë lumturi, dashuri, pozitivitet me personazhe të cilët do të bëhen pjesë të kasteve të Big Brother dhe Ferma VIP. Si asnjëherë më parë, do me thënë lufta mediatike për klikime në këtë reality show tashmë është shumë e madhe. Të gjithë janë të fokusuar për të kuptuar se çfarë po ndodh me Fermën, se çfarë po ndodh me Big Brotherin, të gjithë duan të kuptojnë se si do t'jetë shtëpia, se çfarë ambienti do të ketë, a do t'jetë një fermë e vërtet apo do t'i ngjason Big Brotherit. Tani nga informacionet që unë kam arritur të kuptoj, do me thënë, jam i pozicionuar konkretisht te Big Brother VIP Albania 6 dhe tek Ferma VIP 4, këtë vit do t'jetë gjithçka do t'jetë ndryshe. Do të flas nga Ferma, do t'jetë po e njëjta godinë e shtëpisë, po do me thënë do t'jetë ndryshe ambienti brenda, do t'jenë ndryshe dhomat e gjumit, ka shanse që t'jenë do me thënë të gjithë dhomat në të njëjtin ambient, krejtësisht të hapura. Banorët do të kenë pak më shumë angazhime me kafshët dhe sfida do t'jenë edhe më të vështira, sepse koncepti i fermës është i bazuar në sfida, do me thënë sfidat janë kryefjala e konceptit të fermës. Gjithsesi, edhe vetë do me thënë personazhet do t'jenë personazhe që do t'jenë me shumë ngjyra, ashtu siç në fakt ka dhe konceptin Ferma VIP. Nga ana tjetër, Big Brother VIP Albania 6 është një nga formatet më të ndjekura, është një nga formatet më të dashura, është një nga formatet më spektakolare që pritet të vijë me një kast të veçantë. Nga informacionet që kam unë, ndryshe nga vitet e tjera, do me thënë edhe pse viteve të tjera Big Brother i ka qenë i fokusuar në dizajnin e shtëpisë jashtëzakonisht shumë, jo shumë në surpriza, jo shumë në sfida për banorët, sa ka qenë do me thënë tek dizajni i shtëpisë. Këtë vit pritet që të jetë edhe një shtëpi më gjigande. Këtë vit kishim përzgjedhur që le të themi të jetë vetëm gjysma e shtëpisë nga ato që ne kemi parë vitet e kaluara. Këtë vit do t'jetë dyfishi i asaj shtëpie që pam sezonin e kaluar në këtë vit, do me thënë do t'jetë një shtëpi gjigante, një shtëpi e madhe, një shtëpi e bukur, një shtëpi komplet me gjëra fantastike. Banorët e kastit më besoni se shumica janë përzgjedhur të cilët do t'jenë pjesë e këtij Big Brotheri, disa nga emrat kanë filluar që të qarkullojnë, po do me thënë janë të gjitha në kuadër të thashë themeve, me patjetër që do të ketë protagonist nga televizioni Top Channel, do të ketë personazhe nga Portokallia, njerëz të njohur të Top Channelit, sepse është strategjia tashmë e Top Channelit që po e bën, do me thënë do t'jetë një luftë e madhe mes Fermës edhe Big Brotherit. Unë mendoj që të dyja kanë rëndësi te publiku.